186 tentativa për vetvrasje janë shënuar në 28 muaj. Shëndeti mendor të rinjve sot është në krizë. Vetvrasjet po rriten vit pas viti, nga 98 raste në 2023-shin, në 112 raste në 2024, ndërkohë rastet e dhunës po kalojnë 1000 në vit, me një rritje shqetësuese prej afro 10% në një vit. Këto nuk janë thjesht numra, janë jetë të thyera, janë thirrje për ndihmë. Ligji thotë se çdo shkollë duhet të ketë shërbime psikosociale, standarde pune dhe mbështetje. Por realiteti është ndryshe. Një psikolog shpesh mbulon 2 shkolla njëkohësisht. Punon pa hapësira të sigurta konfidencialiteti dhe në një ngarkesë të papërballueshme. Nga ana tjetër, nxënësit hezitojnë të flasin nga frika e stigmatizimit. Mësuesit shpesh e shohin psikologun si një figurë të izoluar, dhe tashmë është e qartë që dhe vetë këta profesionistë e pranojnë se pa mbështetje institucionale, pa supervizime dhe pa burime, roli i tyre reduktohet në formalitet. Shëndeti mendor nuk mbrohet me ndërhyrje të pjesshme. Ai kërkon politika serioze, më shumë psikolog në shkolla, kushte dinjitoze pune, mekanizma mbikëqyrje dhe mbështetje të vazhdueshme për ta bërë këtë një shërbim funksional. Vetëm duke forcuar shërbimet psikosociale, mund të ofrojmë mbrojtje reale dhe të ndalojmë përshkallëzimin e krizës që ka mbërthyer jetën e të rinjve, shkollat e vendit dhe humbur qetësinë e prindërve shqiptar.